Po. Para pak kohë dhe pamë në prefekturën e Tiranës të ngritur Bashkia e Tiranës ka bërë një fond të jashtëzakonshme në ngritjen e këtyre strukturave të vullnetarëve. Pra, zjarrtifës vullnetarë të cilët kanë mirë funksionuar në shumë njësi administrative. Kjo tregon që pavarësisht se sot kemi zjarr në Tiranë, siç e thamë në Tajt dhe në Pris, kjo ka qenë momente të vështira që ne realisht janë pozicione të vështira ku edhe reagimi i këtyre strukturave vullnetare shumë e vështirë në këto, edhe fal duhet ndërhyrje e gjitha komponenteve pra strukturat të sistemit të mbrojtjes civile edhe nga ajri. Por ajo çfarë është shumë e rëndësishme, ne kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm ndërmjet të gjithë organeve, të gjithë sistemit të mbrojtjes civile, pra forcat e matosura, shërbime zjarrtifës, urgjenca kombëtare edhe të gjitha struktura policia e shtetit bashkë me komunitetin. Këtë e pam shumë mirë në Krujë, ku fal bashkëpunimit të gjitha këtyre komponenteve, do të mundur që të vëmë situatën në kontroll, pavarësisht situata e cila zgjati 24 orë pa ndërprerje, pa të pranimin aty të Ministrisë të Brendshme, punëve të brendshme, i cili bashkë me Ministrin e Mbrojtjes ishin që në momentet e para pra që zjarri dhe të gjithë drejtuesit e institucioneve kryesore, të Agjenciisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, drejtori i përgjithshëm i mbrojtjes nga zjarri shpëtimit dhe të gjitha kryetari i bashkisë, pra ka pas një bashkëpunim, një koordinim i gjitha strukturave, si dhe një dashamirësi dhe një mbështetje dhe ndihmës edhe komunitetit të cilët ishin aty.